ashtu edhe nga qasja tashmë e përbashkët në unison e institucioneve europiane. Ja çfarë ka deklaruar. Kjo çështje ka patur një rol gjatë vizitës dhe takimeve tona në Shqipëri. Çështja që përfshin zëvendës kryeministre Belinda Balloku është një test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Është përgjegjësi politike dhe duhet të zgjidhet nga qeveria e Shqipërisë. Abilika, McAllister i vuri pikën, pra nëse ka diçka për cilën bien dakord të gjithë institucionet ndërkombëtare, po i referohem kryesisht Europës që ka qenë gjithmonë disi më e tërhequr në raport me qeverisjen, çështja Balluku dhe ajo që do të vendos Parlamenti datën 23. Se qartë, besoj që ai e tha që çështja është çështje kritike për raportin e Shqipërisë së BE. Jo çështja Balluku në fakt këtë rast. Çfarë themi është çështja Balluku, sepse çështja Balluku praktikisht në datën 23 merr një zgjidhje. Zoti Rama ka thënë që ndryshimet në kodin e procedurës penale do të bëhen pasi kjo çështje të marrë zgjidhje. Pra ndryshimet nuk i takojnë çështjes Balluku, po i takojnë çështjes Rama. I takojnë pezullimit ose jo të Edi Ramës. Edi Rama po i bën këto ndryshime jo për mbrojtur Ballukun për të cilën vendimi do merret hënën, por për mbrojtur ata që mbeten pas Ballukut, domethënë veten, për të cilët vendimet do janë më vonë. Dhe ky qëndrim që ngjan fiks me atë të Miloševićit në Serbi që e përmendat juve, do të jetë vërtet përcaktues për integrimin e Shqipërisë, siç e tha dhe Ila. Dhe besoj që Rama është gati të sakrifikojë gjithçka tani për të mbrojtur veten. Ky është problemi që kemi ne sot. Ne kemi një kryeministër që në daljet publike dje pam te Akshi. Po. E pam që mbroi te Akshi një drejtor i cili i takon të njëjtës kompani që akuzohet për grup strukturuar kriminal, por me këtë do merrem më vonë. Dhe u premtoi atyre që do paguheni mirë, po që droni solidar me një tjetrin, pra sa lek doni vetëm mos flisni. E tha dhe hapur. Dhe për ta konsoliduar akoma të bandën, bën dhe një ligj për të mbrojtur gjithë ata që do të akuzohen nga prokuroria nga entja e ardhshme dhe mbrapa. Patjetër. Dhe këtë Bashkimi Evropian besoj që e ka kuptuar. Toni, po do të presim një momentu. Ti mendon që imuniteti, pra Këshilli i Mandateve, gjithsesi çështja do marrë një drejtim domosdoshëm se mund të hyjë dhe ajo në kalenda? Mendoj që Derisa të konsumoja fatin 16 mars. Mendoj që me këtë presion që ka Bashkimi Evropian ndaj Shqipërisë, ajo çështje do të marrë një rrugë, drejtim. Por besoj gjithashtu që para të hënës do të kemi disa ndryshime të tjera, për saj që mund të jenë ndryshime në qeveri e tjera. Ka informacione? Mendoj që zoti Rama e tha, e la të nuk kuptohet. E la që do reqen, e Balluku do e kuptoj, do e marrë parasysh kur të vi koha. Për herë të katërt, se 3 herë ka refuzuar. Për herë të katërt. Pra, mos pranimin nëse ne e marrim të vërtetë atë, edhe mund ta marrim se të vërtetë që Balluku ka kërkuar 3 herë dorëheqjen, tregon që Rama ka dashur që për interesin e vet të ekspozojë Ballukun. Pra, për të mbrojtur veten, kanë nxjerr Ballukun para dhe ka thënë që unë nuk e shes Ballukun, do mbrojmë, do e çojmë kushtetuese, do e çojmë do bëjmë ndryshime në kode të tjera për mekanizmin se por në fakt faktet tregojnë që tani ai është të hënën ka imunitetin e Ballukut dhe pas të hënës pastaj do flasim me pezullimin dhe me imunitetin e ministrave do ta bëjë të njëjtën ndryshimin. Këtu ka joshur sigurisht edhe institucionet pavarur gjykata kushtetuese e tjera, që u tha dhe sot nga kryetari i opozitës, kështu që besoj që kjo betejë sapo ka filluar. Vërtet sot ky është një grup faktmbledhës që ishte i parashikuar që nga rezoluta e Parlamentit Evropian për zgjedhjet, por nëse shikoni shumë pak u morën me zgjedhjet, më shumë u morën me çështjen e korrupsionit. Sepse prioriteti i tyre tani është kjo. Dhe juve folët për progres raportin. BE-ja vërtet ka qenë tolerante në marrëdhëniet e shteteve personale me qeverinë shqiptare. Vërtet ka pasur komisionerë si Marta Kos, që janë të painformuar, domethënë, për çfarë ndodh në Shqipëri. Por nëse ne do të lexojmë raportet, progres raportet e BE-s, të gjitha këto që ne themi, të gjitha ato që mediat ndërkombëtare i thonë janë në raport. Sidomos të 2 viteve të fundit. Rritja e perceptimit për korrupsionin, për shembull, që u tha edhe me Kalli sot është në raport. Fakti që Shqipëria nuk ka ecur sa duhet në luftën kundër korrupsionit është në raport
Dhe madje në një progres raport, e vetmja gjë që vlerësohet është ajo që ka bërë SPAK-u kundër korrupsionit. Për qeverinë nuk thuhet asnjë fjalë mirë. Jo, madje në raportin e fundit me çmbaj mend kishte insinuim në mënyrë të drejtë për drejtë nuk më kujtohet, po edhe për çështjen e krimit të organizuar në zgjedhje. Absolutisht, për krimit organizuar në zgjedhje. Mund të shtoj diçka nga ky qëndrim që ju dha ti me Kalister. Mendoj që fjalia më e rëndësishme ose